Në një atmosferë plot ngjyra dhe frymëzim artistik, 23 piktorë shqiptar zgjodhen qytetin e Belshit dhe rrethinat e tij për të realizuar piktura në natyrë. Peizazhet e veçanta, liçenet piktoreske dhe qetësia që ofron kjo zonë u kthye në burim frymëzimi për artistët, të cilët sollën në telajo bukurinë dhe shpirtin e Dumres. Punimet e realizuara gjatë kësaj eksperience artistike u prezantuan në një ekspozit të hapur në qendër të qytetit të Belshit, duke tërhequr vëmendjen e një numri të madh qytetarësh dhe vizitorësh. Interesi i lartë i publikut dëshmoi jo vetëm dashurinë për artin, por edhe rëndësinë e promovimit të vlerave kulturore dhe natyrore të zonës. Kjo nisëm artistike shërbeu si një urë lidhëse mes artit dhe komunitetit, duke kthyer Belshin në një pikë takimi për krijuesit dhe dashamirësit e artit pamor. Sot jemi mbledhur 20 piktorë nga gjithë Shqipëria për të promovuar këtë ekspozit realizuar nga biznesmeni Det Maluta me mbështetjen e tij edhe pjesëmarrjen tonë si artist. Belshi është një përveç një atraksioni të themi turistik, është një, si thua, një model shumë i mirë me natyrën e tij dhe me zambakët dhe ujitët e këto motivet për piktorët. Janë motive pafund. Thjesht po të referohemi vetëm reliefit podrave të Belshit, të përgjithëson me Toskanën, kush e ka parë, pra ato të punuara me kujdes, çdo gjë e sistemuar, përbën një, si thua, një pikturë në natyrë, vetë reliefi Belshit. Neve jemi munduar të ditë japim më të mirë, sigurisht, koha në një farë forme na mbajti. Themi që kjo ekspozit për emisionin duke patur e fjalë publikun e Belshit që do ta vizitoj, sigurisht edhe ju të media që na shoqëroni. Ju falenderojmë për prezencën tuaj.